Pika panoramike në qytetin e Vlorës, e konceptuar si një nga investimet më të rëndësishme turistike dhe urbane të zonës, vijon të mbetet një vepër e papërfunduar, duke kthyer shpresën e qytetarëve në shqetësim të vazhdueshëm. Ky projekt, i cili duhej të shërbente si një atraksion modern për banorët dhe pushuesit, sot përfaqëson një rrezik real për sigurinë e kujdo që e frekuenton zonën. Pak ditë më parë u krijua një dritë shpresë se punimet për vendosjen e elementeve mbrojtës, konkretisht pjesët e xhamit, që do të shërbenin si bordur sigurie, do të rifillonin. Në teren u pan përgatitje dhe sinjale se puna po hynte në fazën përfundimtare, çka u prit pozitivisht nga qytetarët dhe vizitorët. E megjithatë, kjo shpresë rezultoi e përkohshme, pasi punimet janë ndërprerë sërish pa asnjë sqarim. Aktualisht zona është pothuajse gati për vendosjen e xhamit mbrojtës, por mungesa e këtyre elementeve e bën pikën panoramike tepër të rrezikshme. Pjesë të hapura pa mbrojtje anësore krijojnë kushte që nga pakujdesia e vogël të kthehet në tragjedi. Qytetarët dhe turistët, të cilët ngjiten për të shijuar pamjen e qytetit dhe të detit, ekspozohen ndaj rrezikut të rrëzimit nga një lartësi e konsiderueshme, me pasoja potencialisht fatale. Ky rrezik është rritur edhe më shumë pasi fluksi i vizitorëve në zonë është evident, veçanërisht gjatë fundjavave. Mungesa e sinjalistikës paralajmëruese apo masave të përkohshme të sigurisë e bën situatën edhe më alarmante. Pika panoramike, përveç vlerës estetike dhe turistike, duhet të ishte një hapësirë rekreative e sigurt dhe funksionale, por sot ajo simbolizon një problem të përsëritur në menaxhimin e investimeve publike. Projekte që nisin me bujë, por mbeten të papërfunduara, duke u kthyer në burim rreziku. Në këto kushte, kërkohet ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për rifillimin dhe përfundimin e punimeve, si dhe marrjen e masave të menjëhershme të sigurisë, deri në përfundimin e plotë të projektit. Përndryshe, pika panoramike e qytetit të Vlorës rrezikon të mbahet mend jo si një atraksion turistik, por si një investim i dështuar dhe i rrezikshëm për jetën e njerëzve.